Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave bëri me dije se është miratuar rregulloria për përdorimin e hapësirave publike. Rregulloria në fakt do të sjellë risi për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Zgjidhja është shumë e qartë. Përparësi kanë qytetarët. Situata në territor është dinamike. Kuptohet që ky është një problem i cili në vetvete është shumë kompleks. Vendimi që ne kalojmë sot e bën këtë, po e konsiderojmë këtë aksion nëse dëshironi, ose këtë iniciativë që ne kemi filluar në gjithë territorin e Shqipërisë, për sa i përket lirimit të hapësirave publike, e bën tashmë të normuar dhe asnjë bashki nuk mundet që t'i referohet rregullave të ndryshme që mund të ekzistojnë në pjesë të ndryshme të territorit. Tashmë VKM-ja përcakton saktësisht dhe shumë qartë se kush janë kushtet që duhet plotësohen në teren, ku bashkia mund të ketë drejt më pas që t'i japi dikujt leje për të vendosur karige apo diçka tjetër. Sa i përket hartimit të reformës territoriale, Demos sharoi se deri më tani nuk ka një variant konkret, por po analizohen modele të ndryshme bazuar në specifikat e vendit. Ne duhet të ecim përpara me procesin. Është krejt normale që të gjithë jemi duke analizuar modele të ndryshme, të cilat vetvetiu nuk e kemi shpikur vetëm ne, por ka vende të ndryshme të cilat kanë modele të ndryshme në territor. Kuptohet që ne i referohemi më shumë specifikave që ka Shqipëria dhe aq më tepër sfidave që ne do të kemi përpara. Nuk ka një qëndrim. Kjo është shumë e saktë. Besoj që mbase edhe informacioni që ka dalë nuk ka qenë i plot. Por aty janë diskutuar në parim disa prej kolonave kryesore ku kjo reform duhet të mbështetet. Dhe besoj që kjo e bën procesin më të shëndetshëm dhe patjetër produkti përfundimtar do të jetë edhe më i mirë. Ndërkohë Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi tha se është zhvilluar një takim me përfaqësues të shoqatës së transportit për diskutuar mbi paralajmërimet e tyre për ulje të flotës së autobusëve nëse nuk ka mbështetje nga qeveria, si mundësi po shihet subvencioni, njësoj si në vitin 2022 kur vendi u përball me pandeminë. E dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muajsh që çmimi ishte rritur dhe në një nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera që na bëri shoqata e transportit. E kemi lënë për të ulur përsëri me to në ditët në vijim, pasi është ndër ato elemente që ne jemi duke i parë me një kujdes të veçantë. Edhe në fushën e arsimit, një nga vendimet e miratuara është ai për tekste falas, që tashmë skema zgjerohet edhe për klasat e 4-ta dhe të 5-ta. Me vendimin e sotëm, miratuam financimi nga buxheti i shtetit për klasën e 4 dhe të 5 fillore të teksteve të falas të reja. Do me thënë, në qoftë se e kishin deri në klasë të parë, të 2, të 3, shtuam me vendimin e sotëm dhe me financim të Ministrisë së Arsimit rreth 43 milion lekë të reja, tekstet falas të reja çdo vit edhe për klasën e 4 dhe për klasën e 5. Bëhet fjalë për rreth 9000 nxënës, por më shumë kur flasim dhe për anën financiare, bëhet fjalë për rreth 9000 familje, të cilat do t'i përfitojnë tekstet falas dhe nuk do t'i kenë më barë në buxhetin e tyre, po as nuk do t'i marrin tekstet të përdorura. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj që do të procedohet me të njëjtën logjik, një herë në 3 vjet dhe për klasën e 6 deri të 9, po duke qenë se janë fëmijë më të rritur, din t'i mirëmbajnë tekstet edhe për një periudhë 2 deri 3 vjeçare.